315 frymë. Pra mund të kishte edhe dikush 6 fëmijë dhe dikush 7 fëmijë, por është marrë mesatarja, pra duke shumëzuar me 4 ose me 5. Pra flasim për fshatin Helshani, që sot quhet fshati Helshan dhe i përket zonës së Kukësit, dhe ky fshat në vitin 1715 kishte 315 frymë. Përshëndetje, jemi që përshëndet sonë Mimoza dhe jam përsëri këtu me shpalosjen e defterit të Sanxhakut të Dukagjinit, ku siç kam paralajmëruar edhe në programin e shkuar, ku shpam fshatin Brajković të Krahinës së Gjakovës, që sot ai quhet fshati Brekovac. Sot do të shikojmë fshatin Helmshani, i cili ai sot quhet fshati Helshan dhe i përket nahijes së Kukësit. Do të shikojmë ndryshimin që ka pësuar ky fshat, pra duke u bazuar tek regjistrimet osmane të viteve 1570, shikojmë që në atë kohë ky fshat kishte një popullsi, duke parë kryefamiljarë të regjistruar në këtë fshat që ishin rreth 25 kryefamiljar, dhe çdo familje shumëzohej me 4 ose 5 banor, pra kishte rreth 120 banor të asaj kohe, dhe quhej si një fshat i vogël. Dhe sot do të shikojmë popullsinë dhe emrat e kryefamiljarëve të fshatit të Helmshamit të viteve 1571, çfarë prodhohej dhe kultivohej në këtë fshat, taksat që paguheshin dhe emrat që ato mbanin, duke parë emrat që kishin në ato kohë kryefamiljarët. Atëherë shikojmë dhe nxjerrim edhe se cilës fe ato i përkisin, pra cilët besime fetare ndjeknin, dhe duke bërë krahasimin me sot mund të shikojmë se çfarë ndryshimi ka pësuar ky fshat. Gjithashtu, duke u bazuar tek emigrime të shumta dhe tek faktorë të ndryshëm të jetës, sidomos emigrimi ka ndikuar shumë në zbrazjen e fshatrave, do të shikojmë, mund të bëjmë krahasimin se çfarë strukture ka sot ky fshat. Pra krahasimin mund ta bëjnë ato të cilët sot jetojnë në zonën e Kukësit dhe e njohin nga afër këtë fshat. Pra, por gjithashtu, pra siç shikojmë, kemi të bëjmë një fshat që është i regjistruar në vitet 1570 dhe akoma edhe sot ky fshat ekziston, dhe megjithse popullsia mund të ketë ndryshuar emrat dhe mbiemrat, dhe sot popullsia mbase edhe mund të ketë emigruar dhe mund të ketë disa ndryshime, patjetër që koha ndikon, por akoma edhe sot ekziston dhe emri i tij është i ngjashëm me Helshani. Pra le të shikojmë pa e zgjatur të njihem me fshatin e sotshëm Helshan, që dikur quhet Helmshani, dhe do të shikojmë regjistrimet e vitit 1571 të regjistruara nga perandoria osmane dhe të mbajtura në defterin e Sanxhakut të Dukagjinit, sepse këto zona, si zonat e Gjakovës, zonat e Malit të Zi, disa zonat të Kosovës dhe në përgjithësi veriu i Shqipërisë i përkisnin nahisë së Dukagjinit. Patjetër që këtu ne po shohim këto zona që janë të përfshirë, por në të ardhmen, siç kam theksuar dhe në programet e mëparshme, do të shikojmë edhe Sanxhakun e Skutarit, pra të Shkodrës, të Elbasanit dhe gjithçka tjetër që mund të përvetësoj. Pra sot jemi tek fshati Helmshami, që i përkiste timarit të Ibrahimit. Dhe do të shikojmë emrin e banorëve. Fshati Helmsham, që varet nga rodina e tij. Banorët e fshatit Helsham quheshin, pra kryefamiljarët, sepse merri vetëm kryefamiljarin e çdo shtëpi, fëmijët në moshën 6 vjeç nuk regjistroheshin. Ishte Dada Tola, Ahmet Abdullahu, Like Andrea, Bac Koka nga fshati Zharkova, Marim Papa, Lika Gaci, Stefan Nina, Bac Prendi, Vuja ose Voja Kola, Buça Dada, Andrej Gjeci, Lika Noja, Andre Lula, Stefan Marini, Gika Andria, Bac Nina, Andre Nina, Tola Baci ose Taci, Gika Koja, Gika Andrea, Gika Lika, Bac Lula, Bac Martini, Kola Dida, Dada Doda, Gac Nina, Lika Baci ose Taci, Prend Mara, Bac Deja, Doja Kala, Noja Koka, Zhin Deja. Pra këto ishin banorët e fshatit Helsham të rrethit të Kukësit, që sot ky fshat quhet Helshani, dhe si të shikojmë këtu kishin vetëm një musliman, dhe ai ishte Ahmet Abdullahu, dhe ky fshat i përkiste timarit të Ibrahimit. Pra siç e kam theksuar edhe në programin e parë,
ti marlintë, ishin administratorët, gulam, besnikët të devotshëm të Perandorisë Osmane që mbanin shënimet fiskale dhe regjistronin gjithçka me rregull se në bazë të tyre paguheshin taksat dhe mblidhen fëmijët dhe dërgoheshin për ushtar në radhët e Perandorisë Osmane. Por si shikojmë, ky fshat kishte një musliman dhe të tjerët ishin të krishterë. Pra, të shikojmë edhe mahallat që ishin të lidhura me këtë fshat, por të shikojmë pra përbërjen. Kishte një familje muslimane, kishte 24 shtëpi dhe ishin 7 beqar, 24 shtëpi, duke i shumëzuar me 5, se shumëzoheshin atë kohë siç kam theksuar edhe më parë, çdo familje nga 4 ose 5 banor, pra ishin rreth 120 banor në atë kohë në këtë fshat malor. Pra, në vitit 1570. Gjithashtu, në lidhje me këtë fshat, kishte edhe disa mahalla, disa lagje. Ishte lagja Pekash, që varet nga fshati i mësipërm, pra nga fshati Helshan. Dhe banorët e lagjes Pekash ishin Gjec Koka, Koka Dida, Gjindejani, Mark Doda, Tola Lika, Dida Andrea, Bac Progoni, Nina Dida, Prend Dejani, Gac Doda, Gac Doci, Dada Dida, Koka Andrea, Dejan Dida, Doda Dida, Gac Deda, Lik Gjini. Dhe totalisht në këtë lagje kishte në lagjen Pekash kishte 14 shtëpi dhe kishte 3 beqar. Gjithashtu, ky fshat kishte edhe një lagje tjetër, që quhej Mahalla Voksha, lagja Voksha, që varet nga fshati si përmërmendur. Banorët e lagjes Voksha të mvarur nga fshati Helmsham ishin Gjingaci, Deda Gjini, Andre Baci, Lika Baci, Dolda Andria, Gac Benku, Andre Nina, Gac Nina, Tola Progoni, Peqa Pali, Tusha Deda, Deda Gaci, Bac Gaci, Tola Gjini, Duka Kuqa, Biba Andrea, Lula Gaci, Gika Andrea, Andre Gaci, Andre Tola, Bac Pali, Peqa Gjeci, Pervanç Abdullahu, një tjetër musliman, Prend Gika, Bac Lici, Linici, Andre Kuqa, Zhon Benku, Nina Andrea, Buqa Nina, Tita Dida Gika, Andre Petri, Deda Dukshi. Pra, totalisht, këtu kishim një familje muslimane, kishim 24 shtëpi dhe kishim 7 beqar. Pra, në fshatin e mësipër, në fshatin Helshan, kishim 25 shtëpi në fshat. Në mahallën e mësipërme që e pamë, cila ishte mahalla Pekash, kishim 14 shtëpi dhe në mahallën Voksha kishim 24 shtëpi. Totalisht 20, 20, 50, 58, 63 shtëpi, që po i shumëzojmë me 5, i thojnë 315 frymë. Pra mund kishte edhe dikush 6 fëmijë dhe dikush 7 fëmijë, por është marrë mesatarja, pra duke shumëzuar me 4 ose me 5. Pra flasim për fshatin Helshani, që sot quhet fshati Helshan dhe i përket zonës së Kukësit, dhe ky fshat në vitin 1715 kishte 315 frymë. Po sot sa frymë ka? Dhe nga këto 315 frymë, pra 63 shtëpi, vetëm 2 shtëpi ishin muslimane, të tjerat ishin të krishtera. Po sot të fshatra sa janë? Ato që janë atje e din. Tani, le të shikojmë të ardhurat e këtyre fshatrave dhe taksa që ato paguanin, fshati me gjithë mahallat. Të ardhurat, pra ispengjia dhe taksat e çiftit, ishin 2019, pra për çiftet e martuara, kush ishte çift paguante taksa dhe taksat e çifteve në këtë fshat me mahallat e tij ishin 219 akçe. Pra akçet janë monera dhe serme, ku në disa raste paguaj edhe me flori. Pra pagueshin me serma dhe flori. Taksi që pagueshin për grur, për 20 bar grur, pagueshin 1000 akçe. Për 12 barë el pagueshin 300 akçe. Për 8 barë thekër pagueshin 320 akçe.
Për 15 barë tagji pagueshin 300 akçe. Për 100 metre musht pagueshin 1000 akçe. Për taksa e vogovatës ishte 100 akçe, taksa e barit ishte 310 akçe, taksa e perimeve në përgjithësi ishte 124 akçe, e dhjeta e lirit ishte 25, e dhjeta e bletëve ishte 30, mullin kishte një mulli, një sasi mulli, dhe ai për çdo mulli paguaj 15 akçe. Vlera e kashtës ishte 40 akçe, bidati i derrave ishte 15 akçe, pra e kam theksuar edhe më parë, e di se për këtu do të gjykohem, por derri është haram, për lekët e derrit ta marrësh është sevap. Nuk është haram. Niabeti, taksa e martesës, pra taksa e tapisë së tokës, ku banon të çifti e tjerë, ishte 110 akçe. Në përgjithësi, shuma ishte 5800 akçe që paguaj nga ky fshat banorët e tij. Pra, sot pamë fshati Helmshani, sipas regjistrimeve të perandorisë osmane të viteve 1570. Nëse gjej dikë nga Kuksi që ta marrë në telefon dhe ta pyes për këtë fshat, do e pyes. Momentalisht do e pyes. Dua të marr një informacion për këtë fshat, mbase mund të mësoj diçka nga dikush nga Kuksi. Përparim, je i lirë? Faleminderit. E di pse të mora një sekond, do të marr, nuk do të marr shumë kohë. Po, juve më ke thënë që je nga Kuksi dhe më kërkuar diçka nga fshatrat andej. Dua të pyes, a ke dieni për fshatin Helmshan? Helmshan. Po. Po. Po, Helshani përket zonës Rodinës. Po, Rodinës, dhe më thonë se Rodina s'ka qenë as Gjakova kur ka qenë Rodina. Po. Dhe më thonë Rodina ka përfshi këtë Gjakovën, këtë zonën e Hasit. Po, e di. Bën pjesë në Has. Po, e di. Dua të di diçka. Afërsisht. Elshan ekziston sot Elshan. E di që ekziston, A ke dieni sa banor mund të ketë sot afërsisht në fshatin Helshan dhe çfarë emrash mbajnë? Çfarë emrash mbajnë banorët sot atje? Në përgjithësi si emra që mund të mbajnë? Musliman janë për të qenë me krejt, kështu. Musliman janë, ë? Po, musliman janë krejt, ato paka shumë me stadione kështu. Po ki pasur se unë jam nga ky krau këtë nga Dibra, kam shtëpinë, këto janë krauan nga Hasit, na ndon drini bashkë ne, e kupton? Po, e di. Edhe i kam pak larg, po ato janë Elshan, do të thonë janë aty afër drinit kanë qenë këto. Kuldirshin ku ishte rruga Shkodër. Po. Lezhë aty, po, në atë pjesë, ato, në atë rreth drini aty. Pra sot pjesa më e madhe e banorëve mbajnë emra të ndryshëm, pra emra musliman dhe janë kthyer në musliman, sepse pikërisht jam tek fshati Helshan dhe po shikoj që në vitet 1570 sipas dokumenteve, në këtë fshat vetëm një banor ka qenë musliman, ndërsa të tjerët pra ka pasur rreth 315 frymë dhe rreth 63 shtëpi. Ky fshat së bashku me dy lagjet e tij, me lagjen Voksha dhe me lagjen Pekaqi, dhe të gjithë këto kanë qenë me emrat Gjini, Deda, Andrea, Doda e tjerë. Fshati im ka qenë Kolosna, ne gjithë kemi qenë katolik, të gjithë pa përjashtim. Në 1590-ën kemi filluar me ndryshu një 3 dhe më vonë, domethënë. Ne ato zona gjithë kështu i kemi gjenë, Doda, Andre, Bip, Pin, Lik. Okej, faleminderit. Këtë informacion dorja të merja, thjesht të pyesja për një informacion, prandaj faleminderit. Por çdo gjë mund është me pyet se i diun këto gjë, i di pak a shumë këto zona, i di, edhin i kam pak a shumë i di diçka. Okej. Kjo është zonën e Hasit. Po, e di. Zonën e Hasit. E di, e kam dini. Faleminderit atëherë, punë të mbarë, mirupafshim. Pra, gjatë këtyre inqizime, mundohem edhe të marr pak informacione për kohën e sotshme, për popullsinë e sotshme, ku gjinden si gjinden, por me sa di këto 30 vitet e fundit janë bërë emigrime të shumta nga ky fshat dhe nuk e di a arrin banorët të jenë aq sa kanë qenë në vitit 1570, pra rreth 315 frymë të regjistruara dhe emrat siç shikojmë kanë bërë një ndryshim të madh kolosal. Pra, ky ishte fshati që pam sot Helshani dhe në programin e tjetër me një fshat tjetër që i përket krahinës së Kuksit, pra Hasit të Kuksit, dhe quhet fshati Shqec, që sot ai fshat quhet fshati Zgjeçi. Dhe do të shikojmë strukturën dhe përbërjen e fshatit Zgjeçi dhe të fshatit Mjekërbardh, që akoma ekziston si fshati Mjekërbardh.
Pra, miru pafshim në programin tjetër dhe ju lutem përkrahni duke shpërndar videot e mia, sepse gjithmonë e kam theksuar, unë nuk kam një staf pune, të gjithë më thonë Mimoza, bravo ty edhe stafit tënd. Unë nuk kam staf pune, edhe kur kam punuar në televizionin turk, që kam bërë programet me shqiptarët, edhe programet që kam bërë me rënjë shqiptare në Turqi, dhe gjithçka që bëj e bëj individualisht dhe nuk kam as përkrahje ekonomike as nga shteti, as nga biznesmenët, as nga shoqatat, as nga federatat, as nga ministria dhe nga askund. Gjithçka që e bëj individuale dhe me përkasin veç se mua, edhe regjistrimet, edhe montazhimet, edhe inqizimet, edhe kërkimet dhe gjithçka. Pra, faleminderit për ato që më kuptojnë dhe më përkrahin dhe mirupafshin në programin tjetër. Pra, një nga një fshatet e Nahisë Dukagjinit.